Shokë e shoqja u kthy me episodin e radhës në këtë ditë 30 shtatorit, ditë ndërkombëtare podcastit, ku na si trego I kemi dy gurë në mile, ose milestone si thonë këta të hujt, që është epizodi jubilari 50, kështu që urime për neve, se mi bu 50 epizoda s'është letë. Edhe njëtën kohë është 4 vjetori që I kemi nisë me bo podcast. Kështu që ju falenderoj për këtë përkrahjen, për krejt komentet, urimet, përshëndetjet, po edhe ato kritikat cilat po na I qeni. Disa për juve keni menu që unë jam gazetar, po jo, unë këto e bëj për shefi, kështu që gabimet pranohen. Sot po vazhdojmë një mysafir tepër special, dikush që na ka ndihmuar neve si komunitet tepër shumë me komunikim, me informata, me rrjedhim, edhe në anën tjetër me na I tregu një rrugë dhe një tregim të suksesit të USAID-it, në këtë rast, njëri prej donatorëve më të mëdhenj në vendin tonë, dikush që ka qenë ofër shumë projekteve edhe që na ka tregu se çka po ndodh në Kosovë. Me mua sot Dina mujte? Po, që ka dole. Po, unë I thëm Dina, për ndryshe Geraldina Cërnobrego, mirë se vjen në podcast. Mirë se gjej, faleminderit për ftesën. Dim për këta që nuk njohin, këta pak që janë, qysh I tregon kush je? Pyetje me vend, se edhe para disa dite në bashkëbisedim me një shoqe, thash, përpara njerëz më kanë thirrë Dina Usaidi, tash Dina mbes Dina Geraldina Cërnobregu, kush jam si çdo vendali I Prishtinës, po thon vendali kushtimisht, jam rrit në Prishtinë, shkollën fillore, mesme, fakultetin kam kry këto, jam nanë e lumtën e një vajze 15 vjeçare, cila së shpejti do të bëhet 16 vjeçare, adhuruese e vrapimit, tjetër, kur që jam tjetër, qytetare rëndom të Prishtinës. A mund me thonë aktiviste? Po dhe jo, ka pas fazat caktume kur kam qenë aktiviste shoqërisë civile, mirë po me kohën kam kalu në media edhe jam tërhek pak a shumë prej aktivizmit të shoqërisë civile, po ambientaliste po. Këto që ka mundësu Trumpi tash me flejt din ora 10, a I në të shfrytzu? Po, me të drejtën, po, valla, ishte, ko ka një farë kënaqësie me pushu në shtëpi, mës me punu, mës me dalë në punë, mu marë pakës me vetë, me lexu. Të këto në fillim pandemisë, kur na thoshin, tash ti keni 2 javë det, mundeni me lexu gjana që si keni boni, po dhe gjatë pandemisë kemi punu. Seminal, mirë, po tash ishte ajo periudha kur mundesh mi bo dhe gjana që nuk I pas kohë me bo, qatë liber që ki dash gjatë me lexu, me shkun qatë kafe me nejt. Unë ju kom lakmu njerëzët sektorit teknologjise, ose dhe shoqëri civile, ishe në për lokale, nxerin laptopin, punojnë, marrin një kafe, unë se kom pas atë luks, tash e kam. Tash e kifë, dhe? A përshet që sa Tash e kam, shkurgjo? Jo, është një farë kënaqësie me qenë me vetë me bo që ka dush, po është periudha që jemi të kalu, pak a shumë, po është mirë pakës me sinkronizu me vetën, me pushu, me shiku që ka do me bon të ardhman. Ki punu shumë gjatë, po? Kam punu on and off, muna me thonë prej 90-ave kam punu. Fillimisht si tonë Kosova 90-ën, kur na largum prej punës, u dushim u gjetë mënyrat të ndryshme, njona prej punave të mia të para ka qenë make-up maker, do më thonë ka qenë një farë biznesi Catherine Arley Dita, I marrëshim shminka, do më thonë hije, pomada. Kësa që kam të thonë s'kimi besu, po ne kom pas një poster, në atë kohë, në gjithë ndevë dhomë, u kon një varqike me një sheshirëzi me bust kuqe, me gjesht qështu, edhe u kon që kujam një... Catherine Arley Dita. Njona për bizneseve të para në Kosovë, Te hotel Baci ka pos. Po, Kuj, kun këtheje. Qa koincidencë. Kjo ka qenë një punëve të mia të para, masën e kom punu si gjysa Kosovës shqiptse, gjatë studimeve, dikur kom fillu dhe si, pasi kom studiu anglisht, kom fillu dhe si arsimtare anglishtës në shtime, gjimnaz, gjimnazin Ajm Proshri, edhe masën në Prishtinë,
edhe si arsimtare anglishtës në shkollën Hasan Prishtina. Ka qenë lezet më shku mrapa, se unë aty kom kry shkollën fillore, mas e jom kthy si arsimtare anglishtës. Dhe në pas asaj, si me ardhjen e organizatave të para jo qeveritare në Kosovë, kom fillu në Kryq të Kuq. Besa kom punu edhe ka qenë i financë në grupë Prishtina, si volontere, një disa muj, ku unë mundëshin atë kohë me kryu një farë dialogu me strive shqiptare dhe sërbë. Si në kajdet pesimistave, po pak ma ndryshe. Kemi pas ligjerus prej Norvegjis, antartë Institutit për Paqet Oslos, edhe i organizojshim ka 4-5 ditë seminaret, ku bukvalisht s'kish nëjë seminari që ka mirë, po mundëshim mi pru trit e 2 grupeve shqiptare dhe sërbë me bisedu për problemet, se atëherë po flasim vitin 97, veç ishin 10 vjetë sistemit, pëthuj se 10 vjetë sistemit paralel, ku trit shqiptare dhe sërbë nuk kishin kur farë kontaktin me zvete. Ajo ka qenë periudhë shumë e shkurt, se veç filloj lufta në Kosovë në 98-ën, kështu që edhe nuk shish arsye mi pru ata 3, se vetëm u përlajshin, kështu që jemi mundu, po edhe gradualisht kom fillu me punu, në 98-ën kom fillu me punu me USAID. Atëherë zyrja për iniciativa tranzicionale, filloj u hapën Prishtinë të tonë në 98-ës, edhe aty filloj rrugtimi me USAID-in, Amerikanë. Agencionin, se është pak qesharake, mirë, po edhe sot, kësaj dite në dëgjën në për media ku i referon si USAID-i Amerikan. Po dhe ajo originali. Originali, po agencioni për zhvillim ndërkombëtar i Shtetet Bashkuara të Amerikës, deri me 15 gusht, kur edhe ka qenë dita e fundit e ekzistimit të misionit në Kosovë. Po dhe do një karierë këgja e gjatë duke punu në këtë sektorin e donatorve, shoqërisë civile, po më doket e kishe pas edhe një periudhë ku ki punu dhe në qeveritë të shtetit. Po, ka qenë një periudhë kur kam qenë e huazume prej pagesën e kom marrë prej qeverisë amerikane, po kam punu në zyrën e kryeministrit Kosovës asaj kohe. Ka qenë periudha kur Kosova kaloi nëse të kujtohet, ka qenë standardet para statusit. Kosova është obligu t'i kry t'i realizoj disa prej standardeve, e njëra prej tyre ka qenë qasje në komunitetin sërb, po flasim për vitin 2005-2006, Mastrazirave, edhe unë i kom shfrytzuar kontaktet e mia të USAID-it, një urin që kom pas prej USAID-it, me kontaktu me komunitetin sërb në për pjesë ndryshme të Kosovës, kryeministri atëhershëm i Kosovës është taku, ministrit e përkohshme të asaj kohe, ju kom mundësu kontaktin, bashkëpunimin me komunitetin sërb, edhe shumë shpejt në fund të 2005-ës Kosova vetëm nga raporti i Kaj Ajdes o vlerësu që i ka plotësu këto standarde, edhe kjo e hapi rrugën e raportit të Atisarit, i cili edhe u vlerësu që Kosova është e gatshme me vazhdu drejt rrugtimit saj pavarësisë. Kjo ka qenë periudha ime që kom punu në institucionet e Kosovës. Qysh ka eksperienca? Eksperienca ka qenë interesante, pak a shumë ndryshe prej qeverisë amerikane, po atër ka qenë edhe fillimi i institucioneve të Kosovës, kështu që njerëz i kanë dhënë kontributin e tyre me punën, me ato njohuri që i kanë pas. Kushtimisht në qeverinë amerikane kanë qenë institucione themeluara me dekada, me shekuj. Kosova atëherë veç filloi rrugtimin e saj vitet e para, ka qenë sfiduese, po është diçka që do ta mbajmë me vete, se ka qenë një kënaqësi me kontribut drejt për drejt në themelimin e institucionet të Kosovës, edhe në vërtet themelimin e institucionet drejt pavarësisë të Kosovës. Po dhe nuk kom pjesë e historisë. Founding Fathers, Founding Mothers. Po bashala. Din, kur përmenet USAID, gjithmonë të kriju të përshtypja donatori, mall, pare, të fuqishëm. Qështë e kështë përshkru USAID-in kështë me një fjallë në Kosovë?
Me një fjali, me një roli i USAID-it, nashta jo sa ka qenë donatori më i madh bilateral në Kosovë, mirë po ka qenë edhe donatori më strategjik. Ajo puna e leveraging your resources, do të thonë shfrytëzimi i burimeve tuaja dhe rritja burimeve tuaja, me një fjali ashtu e kisha shpjegu USAID-in. Është e vërtetë që USAID ka kontribuar më se $1 bilion në Kosovë, cilat kanë qenë një pjesë e madhe ka qenë ndihma humanitare dhe në infrastrukturë fillimisht. Mirë po gjatë viteve kjo shumë është zvogluar edhe ka qenë më shumë strategjike, ka qenë asistencë teknike, e cila është i ka targetu nevojat specifike, gradualisht me kohën, fillimisht jemi shku, si thash, në infrastrukturë. Unë muna me folë edhe për vitet e para, dhe më thonë, ato miliona janë shpenzu në strehimore. Kemi pas fshatra me një mas luftës cilat s'kam pas askon për mi kry, edhe ajo ka qenë asistenca e para. Ato janë shku shumë atë më të mëdhaja kanë shku aty. E gradualisht mas e me kohën kanë shku në projekte tjera, cilat i kanë ndihmu Kosovës me ardhë ku janë tash. Pra në fillim ka qenë rindërtim mas lufte, Muna me nda periudën e asistencën rindërtim, do më thonë, humanitarian response, në përgjegja humanitare, ndihma humanitare. Masën e kemi shku në infrastrukturë, rekonstruim, pastaj kemi shku në ndërtimet e institucioneve, edhe pastaj tutje fillojnë periuda e përkohshme e qeverisës Kosovës, pas pavarësisë edhe vitet e fundit. Nëse fillojmë fillimisht, asistenca e USAID-it ka qenë në rindërtim. Ndihmat ushqime, kthimi i qytetarëve në vend shtëpitë e tyre, zyrët USAID-i, që ka qenë karakteristike Kosovës atëherë sa është hera parë, cilat gjitha sektoret e USAID-it kanë funksionu në Kosovë. Kemi pas zyrën për adresim të katastrofave, apo Disaster Assessment Response Team, zyrja për Office of Foreign Disaster Assessment, e cila ka dhënë ndihmë humanitare. Kemi pas zyrën për iniciativa tranzicionale, apo OTI, edhe në fund misionin e USAID-it. Misioni i USAID-it zyrtarisht është hapur në Kosovë me 6 korrik vitit 1999, sepse në 98 kemi funksionu nga Beogradi. Kosova dhe atëherë ishte pjesë e Serbisë, ishtë Jugoslavisë, edhe zyra ka qenë Beograd edhe është hapur në Kosovë. Mirë po mas luftës... E në atë kohë çfarë aktivitete bëje? Para luftësa? Po. Kemi pas OTI specifikisht edhe OVDA humanitare, edhe kemi pas fillu si OTI bashkëpunim me, kemi punu drejt për drejt me Nën Terezën në teren, kemi punu me strukturat paralele atër, prej qeverisë atëhershme të Serbisë janë thjesht struktura paralele, mirë po drejt për drejt kemi punu me institucione shqiptare. Nën Tereza ka qenë kryesorja. Puna ju ka fillu në fund tetorit në 98-ës, me që rast në shkurt vetëm se në janar vetëm se kolekton sa u hapën zyrat. Kemi pas hapë zyrat 7 rajonet Kosovës. Mirë po nuk zgjati shumë sepse kolekton Amerikan u evakun, vetëm një kolekt kosovar, shqiptar kryesisht, deri në bombardime. Iniciativa ka qenë, po puna si punë s'ka pas fillu, se në fillim nëntorit fillum marrim me qira zyrat, dhe në fund dhetorit me 15 janar, dhe më thonë, në dërtet 15 janar jo, po me njërë mas rejtë qakut, vetëm u tërhaqën Amerikan, edhe u evakun, ka pas prej tëne që janar baza ditore, prej Shkupit, mirë po kryesisht kemi qenë vetëm Kosovartë. Dhe bombardime, gjatë bombardimeve zyrët u hapën në Shkup edhe në Maqedoni, tu bashkëpunu prap me kampet e Kosovare, Stenkovec, se pas në rrugë dhe emra, ta është në Zhegrov, në Tetov, gjitha ato kampet që kanë qenë gostivar, edhe me 6 korrik zyrtarisht. Dhe më thëna prej qershorit veç kemi armë baza ditore, po zyrtarisht me 6 korrik në 99 ka fillu misioni i USAID-it në Kosovë. Prap 3
seksionet kanë qenë të hapuna, se cila mënyrën e vetë. Ofda ka punu në strehim, edhe asistencë humanitare në ushqime. OTI ka fillu bazat themeltare të demokratizimit, kemi punu në 7 rajonet, 7 zyret kemi pas të hapuna me njëherë, se vetëm i patëm lokalizu zyret, dhe më thonë, në 88-ën, fillim në 89-ën, shkru që me njëherë fillun punën në ato që ka gjetëm. Disa ishin djeg një shtëpi në Gjako, për shembull, që kemi pas identifiku para bombardimeve, kur u kthym veç kja e djegun, kështu që aty nuk patëm mundësi me fillu zyren, mirë po shumë shpejt kemi fillu me themelimin e këshilleve bashkësive, Community Improvement Councils, këshillet për përmirësimin e komunitetit, me që rast qëllimi i këtyre këshilleve ka qenë që përfaqësohen nga qytetarë, dhe më thonë të mos kenë vetëm burra, po të kenë gratë, kenë tri, pleq, të më shumë, cilë kanë me diskutu nevojat e demografisë tëne, edhe mi prezentu në ato këshille, edhe pastaj mu votu cilat janë prioritetet. USAID është mundu, OTI, dhe më thonë, dega e USAID është mundu që ato 3 prioritetet adresohen për mes projekteve deri $25,000 të atëhershëm. Kryesisht kanë qenë rindërtimi i klasave, vërja zhavorin disa rrugë të cilat kanë qenë vështirë të qasshme, po kryesisht kanë qenë projekte bazike. Do më thonë, renovimi i bibliotekës shkollës, klinikës, fshatit, aty këtu naj rrugë, mbajnë mend, në Gjakov ka qenë njëri për projekteve të para, ma të madhështor, dhe më thonë që kalon në Bres, në kujtimet e gjithë, ka qenë pastrimi i Qarshis vjetër, e cila ka qenë e djegun totalisht. Gjakova atëherë ka qenë edhe qyteti ma i damtum, po flas jo fshatrat, prej qyteteve, edhe shumë shpejt janë mobilizu, edhe qytetarët, edhe banorët, edhe kanë identifiku si projekt pastrimin e Qarshis. Do më thonë këforis fillimisht ka bo një farë vlerësimi, se ka mina, ka booby traps, s'më kujtojt fjallë është qiftash për momentin, po e kam pastru, edhe kemi fillu, na i kemi ofru vetëm lopata, qese, dorza, mënyrë që mu pastru ajo pjesë e qytetit, po që ka kalon Bres është pozitiviteti qytetarëve, me gjithë atë dhembjet madhe, të djegjes, të vrasjeve, njerëz të ishin të zhdukon, po shpresa për një të ardhme, për me rindërtu vendin, ka qenë qaqe madhe që është njëni prej projekteve, as $25,000 nuk i kemi kontribu, mirë po nëse vlen me apërmen diçka që kam lanë Bres në këto 25 vjet ka qenë ajo ditë. Koncerti madhështor që është organizu edhe shpresa qytetarëve që me vazhdu, me ndërtu vendin. Po u ka një farë energjie. Ka pas një farë energjie pozitive, ku do që e shku. Po. Ku do që e shku, në se cilin fshat, ndashta për shkak të ndikimit rolit që kam pas udhëheqësi e Shtetet Bashkuara atëherë, në popullin e Kosovës, si Amerikan, më shkuje si përfaqësues qeverisë Amerikanin, je prit me madhështi, mirë po në përgjithësi Kosova, edhe sot e kësaj ditë në vetët, njërë qytetarët e Kosovën mesin si qytetar optimist, mirë po energjia ka qenë pozitive të vazhdojmë të ndërtojmë vendin tonë. Edhe kudo edhe me kolegët e mi, Amerikan kudo që në shku nuk kanë mujtë me gjithë atë energji. Është unike për Kosovën. Dashnia ndaj Amerikanëve është e sinqertë. Dashnia e sinqertë ndaj vendit, shpresa për me ndërtu vendin, do të thonë kjo është çka e ka marrë këtë popull edhe gjithë këtyre viteve kemi pasur dështime, mos kënaqësi, mirë po populli i Kosovës është unik se don vendin më shumë të edhe prej diasporës, atë që janë dalë kthehen në Kosovë e bin një farë pozitiviteti, verës se është vendi ty, diçka mundet me bë, Kosova ka mundësi, kështu që ka plot që kanë thonë që USAID ka shumë grante të vogla, diçka që s'ka një gjatësi. Është e vërtet që USAID ka dhënë grante të vogla,
qëllimi ka qenë shumë i thjeshtë, ti jep grante të vogla, po ata që dojnë me vazhdu e gjenë mundësin, janë ma kreativ edhe do të vazhdojnë më tutje. Nuk mundesh me dhonë grante asnjë vend nuk mundet me mbijetu vetëm me grante. Duhet me gjetë mundësi tjera. Ti e din edhe në fillimisht me njerën mas luftës, ndashta ki qenë edhe ma i ri, 99-ën, 2000-ën, është një numër i madh i OJQ-ve që janë themelu atëherë. Kanë qenë vetëm iniciativa cilat nuk kanë mujt me mbjetu. Mirë po, nuk mundën me mbjetu gjitha iniciativat vetëm me përkrahje donatore. Do të thonë, gjithmonë duhet me gjetë mundësi tjera me qenë ma kreativ, ec me kohën, ndashta është slogan i te i përdorën, mirë po duhet mu adaptu në kohra të ndryshme. Iniciativat që kanë mbjetu, janë zhvillu, janë bo biznese, apo fondacione, apo që të cilat janë profilizu. Ato që janë regjistru në 99-ën, 2000-ën, jo domosdoshmërisht që kanë mbjetu. Sepse me grantet vogla nuk mundesh me mbjetu. E përmende edhe që USAID u konë strategjik. Po. Ka bo edhe sene, për shembull, njëri prej mysafirëve këtu në podcast, Argjana Shari, përmend që e ka bo administratën tatimore të Kosovës. Që ke Bearing Point. Bearing Point. Po, a ka qenë kështu? Në 2000-ën, tash faza tjetër pas luftës, Kosova s'ka pas asnjë institucion thuja. Kosova si Kosovë është udhëheq nga UN-i, edhe ka të shtyllat kryesore të institucioneve të përkohshme të Kosovës. Mungesa, qeveria amerikane ka qartë që ka do me arritë në Kosovë. Edhe USAID u kundura e djathtë e qeverisë amerikane sa i përket asaj pune, ka qenë themelimi i institucioneve të Kosovës. Njëna prej atyne miliardave që u përmendën, ka qenë një kontratë që USAID e ka pas, me që rast kemi pru njerëz cilët i kanë punu si eksperta teknik në themelimin e këtyne institucioneve. Kemi punu në themelimin e Ministrisë Ekonomisë dhe Financave atëherë, tash në ndërkohë janë dalë 2 ministri nga ajo, mirë po ka qenë autoriteti qendror fiskal, Central Fiscal Authority, e cila ka qenë edhe paraardhëse e Ministrisë Ekonomisë, edhe Banking Authority të Kosovës. Do të thonë këto janë kon 2 shtyllat kryesore të institucioneve të cilat kemi punu si USAID. Bearing Point i ka qenë implementues, është e vërtet kontraktor, mirë po ata kanë qenë dora implementues USAID-it, strategjia ka qenë e USAID-it, ata si implementues i kanë ekzekutu strategjinë. Dhe është themelu ministria e... Kosova vend pa institucione, çka do me themelu mas pari. Derisa partit politik, UN-i është marrë edhe EU-ja e marrë në formimin e Ministrisë Drejtësisë, KFOR ka menaxhu sigurin, USAID si USAID ka punu në aspektin ekonomik. Është themelu ministria, është themelu banka e parë, American Bank of Kosovo, do të thonë paralel me Micro Enterprise Bank, maybe, mirë po të këto dyja kanë qenë njëra ndër të parat, cilat janë autoritete financiare cilat kanë ndiku më tutje, kështu që më u zhvillu. Këto kanë qenë të parat. USAID ka punu edhe në thesar, ka punu në autoritetin bankar, ka punu edhe në themelimin e trustit pensional të Kosovës, në institucion cilat nuk kanë ekzistu për para. Më tutje kemi bashkëpunu në themelimin e Ministrisë e Energjisë, Ministrinë e Pushtetit Lokal, Ministrinë me shpalljen e pavarësisë Kosovës edhe Ministrinë e Punëve të Jashtme. Do të thonë USAID ka pas ka ndihmu në këto sektore gradualisht me konë çka ka qenë strategjike. Me njërë mas luftës ka qenë strategji me pas institucion financiar edhe fiskal. Kemi punu në krimin e këtune autoriteteve. Pastaj me problemet me energji, kemi punu në bashkëpunim me Ministrinë e Energjisë. Kemi punu me KEC. Kemi dhënë përkrahje teknike, do të thonë në zhvillimin e politikave të këtyre institucioneve. Nuk kemi marrë me punësim, sa ato janë staf lokal, se cila ministri e kryn. Mirë po, bazat administrative kanë qenë ndihma e USAID-it në këto institucione. Kjo është njëri pjesë strukturave, pastaj një ka qenë demokratizimi dhe qeverisja lokale.
USAID ka punu edhe në sistemin elektoral, kemi bashkëpunu me KQZ-n, edhe ajo është historia e suksesit USAID ka qenë se jemi tërhek nga organizimi i zgjedhjeve, sepse Kosova është dëshmu që nuk ka pas nevojë më prej institucioneve ndërkombëtare mi ndihmu në organizimin e zgjedhjeve. Veriu ka qenë gjithmonë çështje e veçantë, mirë po jemi dalë edhe prej sektorit zgjedhor, se ajo është vlerësuar si sukses. Kemi punu me media, disa prej medjave, derisa pasi qeveria amerikane beson në sektorin privat, kemi përkra 2 prej medjave private fillestare të Kosovës. Ka qenë KTV-ja edhe Nistenishi. Kemi pas bashkëpunim për afërt me këto 2 institucione, fillimisht derisa janë fuqizuar dhe kanë vazhduar rrugtimin e tyre vetanak. Do të thonë USAID ekzistojnë edhe sot. Do të thonë këto janë fillimisht, tash gradualisht me nevojat e Kosovës edhe strategjia USAID ka ndryshuar, kemi vazhduar me fokusu në sektorin privat. Atë kujtohet kur i keni në ndihmat? Cilat ndihma? Këto emergency në 2004-2005 Kosova veç ka fillu asistencë tjetër, do të thonë legjislacion kemi hyrë në bashkëpunim me kuvendin. Në qëto 25 vjetë, po. Se po shihet që u konë prezent gjithçka, perspektiva jote, a është që kena pas progres të hafshëm, të shpejt? Po. Atë fjallën e famshëm që përdojmë tash, resilience. Resilience. Resilience të popullit tonë. Po, Kosova ka pas progres. Veç fakti që na jemi dalë për shembull prej asistencës ndihmës mediave drejt për drejt, ki pas media të zhvillume prej zgjedhjeve, tregon që USAID ka pas progres. Edhe në sektorin privat, asistenca USAID ka qenë pak më e specifikume, nuk kemi shku, fillimisht kemi punu me biznese, mi taku standardet bazike, hasapin, ISO standardet mënyrë që me eksportu jashtë. Viteve të fundit na kemi punu me sektorin privat me facilitim tregjeve, do më thonë nuk kemi shku ndim bazike, mirë po i kemi ndihmu që me dalë me produktet e tyne jashtë a Kosovës, në eksporte në EU. Jo vetëm Kosovë, mirë po me mrinë në përtregje jashtë ndërkombëtare. Do të thonë me zhvillimin e Kosovës edhe asistenca USAID është fokusu në disa specifika. Edhe kjo tregon që Kosova ka pas progres. A din sa janë konë staf lokal që kanë punu? Në USAID kemi pas dikun rreth 70 staf lokal. Do të thonë këtu nuk flasim vetëm këta që kanë kolegë që kanë mbikëqyr projekte, kemi kolegë të zyret përkrase. Kosova ka qenë edhe mision rajonal. Kemi mbulu kontrata, kemi misioni Kosovës, zyrja regionale, specifikisht i kanë mbikëqyr kontratat e USAID-it në Serbi, në Shqipëri, edhe Maqedoni Veriore. Po, kemi qenë zyre regionale, mision regional. Pastaj kemi pas zyret, ne kemi thonë executive office, mirë po zyre cila ka bo përkrahje logjistike në punën tonë. Kanë kolegë që kanë mbikëqyr edhe për IT, sektori IT-s, sektori i mburimeve njerëzore, kanë qenë pjesë përkrahse, edhe kemi zyrën për planifikim edhe programim, zyra cila është marrë me buxhet të misionit, edhe i ka aloku buxhetin, nevojat e buxhetit, edhe ka raportu në bazë në Washington për harxhimet, ku ka qenë edhe sektori i publik, komunikimit, pjesa ku kam punu edhe une. Do të thonë që ajo është seksioni veçantë. Po si mision rreth 100 vet kemi punu, prej tyne rreth 20-25 kanë qenë kolegë amerikan, tjerë kanë qenë kryesisht. E përmende që ka qenë qendër rajonin, do në kjo i bjen që kena pas kogja senior level që kanë orë në Kosovë. Cila o konë përshtypja të në?
Po gjithmonë përshtypja aty në gjithmonë është pozitive për Kosovën. Për shkak se si Amerikan një ndi krenar, kjo është çka ka ndo ata, ndjenjat aty në që ka ndo me neve, është që një ndi krenar që ka shtet që i adhuron Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kudo që janë shku dyrt kanë qenë të hapuna për ta, nuk kanë pas probleme. Veç fakti që kanë pas bashkëpunim mirëfillt me institucionet në Kosovë, me qytetarë, ajo i ka bo ata dhe mundi edhe ma mirë se sa në misione tjera ku kanë punu. Shikon, eksperienca aty ka qenë ndryshme, ata çdo 4 vjet kanë ndru lokacione, kanë punu në Afganistan, kanë punu në Pakistan, Afrikë, Amerikë Latine, dhe secili shtet i ka veçoritë e tyre. Kështu që në rast Kosovës, ku çdo gjë ka qenë pozitive ndaj amerikanëve, i ka bo mundi goxha krenar. Muni kolegë më ka pas thonë, është i vetmi vend ku në një mdi i sigurt. Po, tash raporti dul që veni i dytë. I dytë, kështu që për neve është kënaqësimi ndikë so komente kur të vim prej. Ka qenë delegacioni më i madh që ora, akon Samantha Power apo ka pas vizitora, kemi pas edhe administrator tjerë, ka qenë edhe Mark Green, ka qenë Henrietta Fore, 2008 me njerë pas pavarësisë Kosovës, ka qenë administratorja Henrietta Fore, në 2018, po në 19 e kemi pas Mark Greenin, edhe Samantha Power kënë maj të 2023-ës, për ndryshe kemi pas edhe ushtruesin e detyrës administratorit USAID-it në gusht 99-ës. Ka qenë mirë, po nuk ka ardhur nuk e di. Po, ka qenë edhe në Prishtinë vetëm për 2 takime. Po atëherë s'kemi pas institucionet themelore themelume të Kosovës, kështu që është taku vetëm me përfaqësues të UN-it atëherë. Po ka pas vizitor, edhe vizitor tjerë Bideni, për shembull Vice President Biden atëherë, nën kryetari Biden, sekretari shtetit Clinton, kur kanë qenë vizita, gjithmonë kanë pas kontakte me përfitues drejt për drejt USAID-it, kanë pas kontakte me stafin e USAID-it, kështu që USAID ka luajtur rol të madh në Kosovë, edhe i kemi qenë pjesë përbërëse e ambasadës Shtetet Bashkuara. Çka dallimi midis ambasadës së USAID-it? USAID është agjencion federal, është i themeluar nga Kongresi i Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ambasada ka rol tjetër, ka rol më politik, USAID ka pas rol zhvillimor. Ju nuk keni punu veç në Kosovë, kështu po keni punu në pjesën veriore? Po, si agjencion kemi punu në pjesën veriore. A ka qenë USAID i pranueshëm kështu? Kemi qenë, fillimisht në 99-ën, 2001-2004, deri në shpalljen e pavarësisë të Kosovës, kemi qenë funksional, kemi pas projekte, edhe në veri të Kosovës. Me shpalljen e pavarësisë të Kosovës edhe dhunën e cila ndodhi në 17 mars. Edhe në mars 2008 ka pas probleme në veri, domethënë mas shpalljes pavarësisë, ku strukturat paralele morën fuqinë në veri të Kosovës. USAID nuk ka funksionu deri në 2010. Domethënë një vjet e gjysë kemi pas një farë pauze. Në 2010-2019 gradualisht kemi fillu. Përmes granteve të shoqërisë civile kemi punu pak me disa prej mediave atje, kemi pas rrjetin e mediave radios, fillimisht me radio, kemi qenë rrjeti i radiove të serbofolse në Kosovë, edhe ku janë përfshi edhe radiot e veriut Kosovës. Pastaj kemi fillu edhe me TV Mrezha, ka qenë edhe ku është ka qenë bashkëpunimi i TV stacioneve serbofolse të Kosovës, ku kanë marrë pjesë edhe TV stacionet e veriut, kanë bo shkëmbim, për shkak se këto kanë qenë TV stacionet vogla, kanë bo shkëmbim të materialit prodhum mes tyre dhe i kanë emitu bashkarisht. Edhe kur kemi fillu në 2019 kemi fillu pak më shumë jemi fokusuar në veri, atëherë qëllimi ka qenë strategjik që institucionet e veriut të inkorporohet në institucionet të Kosovës. Kemi filluar gradualisht, me Kosmën, me TV Mrezhën, pastaj kemi bashkëpunuar me sektorin privat, me biznese, me qytetar. Ka qenë sfiduese ajo periudhë për shkak se
qeveria amerikane nuk i ka njoft strukturat paralele të cilat kanë ekzistuar në veri, kështu që nuk kemi mujt me bashkëpunu me shkolla drejt për drejt, sepse ato kanë qenë në sistemin paralel sërb, s'kemi mujt me punu me spitale apo klinika, për shkak se dhe ato kanë qenë nën strukturat paralele, domethënë ka qenë sfiduese ajo periudhë. Kështu që kemi punu kryesisht me sektorin privat deri në zgjedhjet e para lokale ku strukturat ku kemi pas përfaqësues serb në veri zgjedhën kuadër të zgjedhjeve lokale dhe qendrore të Kosovës. 2017-18, s'po kujtohet saktësisht, po me vënien e strukturave, me pjesëmarrjen e komuniteti përfaqësues politik serb në zgjedhje lokale të Kosovës, atëherë kemi filluar dhe bashkëpunim me ta ma drejt për drejt në komuna. Po, unë e di kum ligjeru në një projekt USAID në veri për gratë në ndërmarrësi, edhe pa të mbushë qatën, edhe për shkak se e flas gjuhën sërbe, e kon tepër interesant me se dëgjush unë nuk e pretësha që vinë me më dëgjua, dhe se pi Prishtinës, po ideja është që kena bashkëpunu, ja kena qenë faqe në Facebook, për me shit ato produkte e veta. Është sfiduese, ka qenë sfiduese për institucionet e Kosovës me punu projekti, Advancing Kosovo Together. Ai ka qenë projekti i cili ka punu është domethënë 2015-16, nëse jo edhe më herët. Akti 2015-16. Institucionet e Kosovës ka qenë sfiduese për ta me punu në veri, për shkak të po ndaj edhe ka pas edhe përfaqësues shoqëri civile atje që kanë dashur me bashkëpunu, mirë po nuk e kanë pas lehtë. Kështu që nëse kanë bashkëpunu me USAID-in, ka qenë më lehtë për ta me arsyetu bashkëpunimin. Domethënë fillimisht përmes USAID-it kanë bërë kontakte edhe është kriju ai besimi i reciprok mes të asociacioneve të grave, shoqëratave trive në veri, edhe gradualisht e kanë pasë, domethënë deri në 2013 një pjesë e madhe të tyre edhe nuk kanë dalë kur jashtë veriut, domethënë s'kanë qenë as në Mitrovice e as në Prishtinë. Kështu që ka qenë interesant me pa edhe eksperiencën e tyre kur kanë ardhur në Prishtinë. E vërtet, po unë e mojnë me një trajnim tjetër që ku mojt me UN-in në UN Innovation Center atje në veri, ma bëjqën ata, po të shojnë atë që të punu me gjirafën, a mund është mi thonë me bo atë sërbisht atë pjesën e pagesës e në atë përësit, e po na i bin dete e ura, e me na i pru dhe i nalë, edhe u konë një farë, s'po di që me thonë, një farë bashkëpunimi, një farë loj, aden i nërë, për shamë mund theshin, a ka në event tjetër si Albi me shku dikën se na ka bu bajata dhe pishojnë një tjetërin atë. Është e vërtet, se është vend shumë i vogël, veç blokada ju ka vështirësu lëvizjen e tyre. Ata s'kan pas lëvizje qasshme në jug. Unë kam kolege që janë në veri edhe që janë friksu me dalë poshtë. Mirë po, ki prej tyre që tash të dalin shlirën në Albi, vinë në Prishtina Mall dhe është gjë normale për me shëtit në vend tonë, se tek Emrama ata janë pjesë e Kosovës, po ajo periudhë ka qenë sfiduese. Tash ka ndryshu rrethanat, ka ndryshu. Fatkeqësisht ende kemi mundet ma shumë më bo. USAID ka vazhdu me punu në veri, kemi pas projekte të vazhdueshme në veri, edhe kjo ka qenë vetëm me ngrit besimin reciprok qytetarëve që me mujt me ardh po në jug edhe qytetarët nga jugu me shku në veri. Kemi inicu edhe disa panajiret kafeve. Panajiri kafës është financu për USAID, është organizu për OEQ-ve lokale në veri, te ura hibrid, ku jenë ardhë biznese nga veri dhe nga jugu, që është send bazik, njerëz me pi kafe. Veç me mujt më shlirë, musil. Domethënë këto kanë qenë projektet lezetshme të USAID-it. Përmendëm administratën tatimore, ato në nivel pak më të lartë, edhe është shumë vështirë për dikon që ka punu në sektor të komunikimit si unë, është shumë vështirë me shkruajt historitë suksesit
për legjislacion. Mirë po këto punët e vogla me OJQ që janë bo në nivel ma lokal, janë konë gjanat ma të dukshme edhe ma të prekshme edhe shumë ma të letë të spjegushme, po edhe ma të mesin kujtimet ma të mira për dikon që ka punu. A të këto cilë konë të regimi ma i vështirë që dash me shkrujt? Se cili tregim e ka sfidën e vetë, disa që janë nevoja shumë bazike, Po që ke thonë këtë qysh, hamam mi a spjegu që është shumë, është prokurimi publik. Diçka që qaq është e thjesht, po në anën tjetër është shaq vështirë me spjegu në mënyrë rrjedhshme, që është seni ma i vështirë që. Mirë po ka sene tjera. Keni punu edhe në këtë drejtim? Po, disa, bile viteve të fundit, kemi punu në diçka shumë bazike, kanë qenë hapja e kontratave. Do më thonë, USAID ka punu me komuna, që kontratat tenderët mu bo publik. Do më thonë, njerës kanë aplikun kontrata, nuk kanë ditë. Këtu ka ju dhe sektori privat, mirë po, por kemi dizajnu diçka websfaqe shumë bazike, ku njerëzit mundin me pa kush është biznesi, kompania cila ka fitur rregullisht kontrata prej qësaj komune, apo prej këtij institucioni. Kjo send bazik është mirë, po është bo website dhe tash qytetarët kompanitë kanë qasje, nëse janë të regjistruar me pa kush ka fitur në cilën kontratë. Kjo tregon edhe transparencën e komunës ndaj kompanive, ki pas komuna që e kanë hapë. Jonë konë fillestare, pioner, kanë qenë me i hapë kontratat, informatat për kontratat. Në fillimisht në për institucione ki pas hezitim për diçka t'il, mirë po njerës hezitojnë kur nuk e njohin. Kur fillojnë me njohë diçka shumë që është shumë bazike dhe s'ka nevoj me hezitu. Edhe kjo ka qenë qaj vetë me dhonë informatën që me thy, që diçka është shumë e thjesht mu bo, edhe kanë fillu tash t'i kretë komunat i japin informata, i janë publika, ato informata për këdo. Mirë po fillimisht ka qenë absurde. E për mu si dikush që i shkruan storit e suksesit, qyshe spjegon, diçka kaq bazik, është vështirë. Mirë po tash ti, është shumë e thjesht, dikujt mi thonë, që e ka bëu sajde. I kemi dizajnu, kemi financu një biznes privat në Kosovë, me dizajnu një webfaqe, ku kontratat janë të hapuna, njerëz kanë qasje me pa çka është diçka shumë e thjeshtë. E kështu si punë, si pozit, a konë kështu e ngarkume? Po. A ki punu me orare o pa orare? Kom punu pa orare. Kemi pas një retreat para 2 vjetë dhe tha, kur u konë, pyetja ka shumë e thjeshta, cila ka qenë, tha, pushimet tuja që i manë men, pushimet ma të lezeqme që i ki pas, thash pushimi ma i lezeqme u konë 2013, se kërë në këthypi pushimit ma ka ndonë iPhone-in. Edhe iPhone-in kërë i lidhe me email punës, edhe mu s'kom pas pushim. Kështu që pushimi fundit u konë 2013. Se gjithmonë ki, që veç edhe qito, mu nuk të pengoj, veç edhe qito, dhe që ajo kone shtune mas ditë, ose dikush ka postu diçka të shtunën mramje, edhe në tash i tonë shtunën mramje më duhet me adresu. Që është bota, digitalizimi nuk ka pushim. Mi të regu shikuze që shë la telefonë dhe qantën poshtë, se dhe jo me pa punë s'kom nevoj me pas. E vërtet, s'kom nevoj me pas qasje, tash 24/7. Po, në komunikim kur të punon, posa qërështë në botën moderne, është vështirë me mu qkyq. Kë të pramëtën, kem në Gjiljan me ligjeru, ke edhe shënaj shala, tu këthy më bashkë e ka dhikit qitë punën e telefonit dhe teknologjisë që u dasht non-stop me majtë me veti se u dëshke me ditë ku qka qysh edhe që përthu ka qitë dikush një deklarat u dasht me reagu edhe. A ka pas ndikim politika kështu në projektin e sen? Po, ka pas ndikim. Na ka pas ndikim se na kemi përfaqësu qeverinë amerikane për shembull, dhe ka pas momente kur zakonisht kur kemi zgjedhje
në vend, do të thonë jo vetëm në Kosovë, po kudo, qeveria amerikane fillon gradualisht me tërhek. Është logjike, është logjikisht se ti nuk do më tregu që po man anë me njërin parti ose me tjetrën, se te kem rama ti je musafir. Si qeveri je musafir në atë vend. Edhe është logjike mu tërhek paka shumë prej vizibilitetit, në prezencës. Ti vazhdon punën, mirë po nuk je prezent në për ceremonijat kemi pas një inaugurim të një rrugë, për shembull, është shty deri mas zgjedhjeve. Ose është anulu fare pjesëmarrja për shkak se ti nuk do mu tregu që po e përkra këtë pushtetar apo atë pushtetar. Pas zgjedhjeve vazhdon, është ajo ka qenë ndikimi politik cilin e kemi pas. Ajo ka qenë kryesisht. Do të thonë, periudha parazgjedhore, gjithmonë kemi pas hezitim, apo kemi pas tërheqje politike. A ka pas hezitim prej kryetarëve të komunave, zyrtarëve qeveritar me bashkëpunu me USA? Jo. Sa kom vrejt unë, nashta dhe mund me thonë diçka më ka ik, po jo. Nuk kemi pas hezitim. Gjithmonë, USAID ka pas dyrë të hapura. E majnë mend, kur kemi pas fillu rebranding, USAID ka funksionu në 70-at, 80-at, 90-at. Edhe fillim 2000-tave, me ardhjen e presidentit Bush, Junior në pozit, ka fillu procesi i brandimit USAID-it, rebranding ku është bo obligativ, logoja brandi USAID-it është bo obligativ për gjitha kontratat. Për shkak se çka ka ndodhur në Amerikë atëherë është se USAID ka qenë donator, mirë po kontraktorët e USAID-it e kanë shfrytzuar brandin e vet, logon e vet, identitetin e vet në implementimin e projekteve. Edhe tash kongresmeni ka kërku përgjegjësi prej USAID-it, se ne kemi dhënë USAID ka dhënë përgjegjësi te kongresi. Jo te presidenti sa te kongres, as te sekretari i shtetit, po te kongresi. Edhe ai kongresmeni ka thonë, na po aprovojmë buxhet për USAID-in, po ato pare ka po shkojnë se zgjedhësit e mi, elektorati jam po thotë që USAID-i nuk është prezent. Po Louis Bergeri, apo Bearing Pointin që e përmendet, ajo ka qenë puna, periudha kur Bearing Pointin ka pas identitet paralel me USAID-in. 99, 2000, 2001. Edhe 2003 më ka me të menë mua. 2003 është bo obligativ brendi USAID-it. Po sa që të kontratat, sepse kontrata si kontraktor, ti e implementon, e ekzekuton një punë që ta ka dhonë donatori, apo qeveria amerikane. Ndërsa te kooperativa, me qrast, identiteti i implementuesit bie prej kombinimit fare, mbetet vetëm logoja USAID-it. Ndërsa te cooperative agreement kemi co-branding, për shkak se financimi është i donatorit, mirë po ekzekutimi dhe përgjegjësia mbetet edhe i implementuesit. Do të thonë është lloji i kontratës që është bo, nëse ka qenë kontratë, atëherë ti ekzekutues, nëse është cooperative agreement, atëherë është marrëveshje bashkëpunuese, me që rast jeni konsponsor. Kështu që aty u konë ndryshimi. Po. Edhe se dole pak për temës, po ideja me theksu që aty ka fillu brendimi i USAID-it si të më thonë me investu në vetën edhe në dukjen e vete, me po që ti je të investu, je të implementu investimet e taksa paguese amerikan, ndaj cilë edhe ju e përgjegjësi. Në rastin e Kosovës, mbi 1 miliard. Mbi 1 miliard në rastin e Kosovës. Po, si tash, fillimisht ka qenë infrastruktur. Flasim, Kosova s'ka pas infrastruktur bazike, kemi punu në rrugë lokale, kemi punu në lidhjet elektrike. Do të thonë, aty kanë shku fondet e mëdha. Mirë po, jam pagu edhe eksperta top notch, që janë eksperta me renome botërore, cilët janë ardhur dhe kanë punu në themelimin e institucioneve të Kosovës. Kanë kalu shumë eksperta që kanë ardhur prej USAID-it në këto projekte tona. A kena ditë me shfrytzu ekspertizën e tyre? Po.
Kosova ka qenë e hapur ndaj ekspertizës amerikane edhe i kemi shfrytzu, janë dëgju, domethënë këshillat e ekspertave amerikan ndoshta nuk janë marrë gjithmonë si të mirë qena, ka pas periudha kur është edhe sfidu, që fatmirësisht edhe duan mu sfidu, sepse Kosova ka eksperta lokal, cilët kemi 3 cilët janë kthy nga jashtë, kanë studiu dhe janë kthy dhe kanë pas mundësi mi sfidu disa prej udhëzimeve, mirë po janë dëgju, edhe janë ekzekutu. Po edhe kur të këshyri orën kështu, që edhe folëm të pikafe, unë nuk e dija isha konë une, pa u konë qëto projektet USAID-it që një forme kanë ndiku e majnë men atëherë në STIC, kur kom qenë punëtor në STIC, jënë konë shumë projektet USAID-it që financojshin në ICT dhe majshin trajnime, edhe kur sa rej, u konë një ekspert i Booz Hamilton, në mësoj ke për sales, adin, qysh me shit, qysh me fund telefon, qysh ke me kap telefonin thyrë, adin, jena të full 2000, shumë herë diçka, do 2006, 2007. Që aktiviteti jem kom punëtor në Kaktus, më dohet jem kom të punu atëherë, që pa të më shku në trajnim, sales, po në 2008. 2008? Okej. Po unë isha dash më konë 2008. 2008, Buzallini ka pas kontratën për sektor privat, KPEP, Kosovo Private Enterprise Program, dhe ata ka marrë 2007, 2008, 2009. Çto ka qenë projekti? Edhe kurse arrej aten e mora unë e folja, aten e bona ato, edhe tha, you young fella, you can sell ice to Eskimos, how you talk, aten në kështë, të më dha një varë vetë besimi, mu, që I'm a good sales guy, aten, tani të shqe, gjakovar. Po u konë shumë nice, po tani jepi, programi jepi, Young Entrepreneurs Program, pat pru, po mënej e pat nëzit, i shkëndije me trit. Ma herët më përmene evolimin e USAID-it. Çdo 3 vjet, fillimisht çdo 2 vjet, 3 vjet, po viteve të fundit çdo 5 vjet, USAID ka pas strategjinë zhvillimore të vendit. Domethënë kemi pru njerëz që kanë bisedu me këtë shareholders, stakeholders të rënë, i ka marrë mendimet e tyre, edhe në bazë atyre mendimeve, domethënë këta bashkëpunëtor edhe institucional, edhe sektoreve të ndryshme, është kriju strategjia e USAID-it. Secilin strategji kemi marrë parasysh, domethënë mendimet e njerëzve. Në periudhën 2007-2008 me shpalljen e pavarësisë së Kosovës, është vu fokus i madh në rini. Domethënë strategjia ka filluar në 2009-2010, me që rast edhe jepi ka qenë njëra prej këtyre projekteve. Edhe pse prej 2004-ës USAID nuk i ka përkra startupat, se jemi dalë prej startupave, kemi filluar në fokusu në sektorin privat mesëm, small and medium, do të thonë të vegjël edhe mesatar, jepi ka qenë specifikisht i dizajnuar për mi ndihmu trive, sepse me trit nuk kishin mundësit angazhimit. Derisa institucionet u themelun, sektori privat filloi me u ngjallnu, trit si tri me krimin e studimeve nuk kishin ku u angazhu. Kështu që jepi ka qenë projekt i dizajnuar si rezultat i strategjisë, specifikisht me ndihmu inovacionet, idejat, startupat, cilët kanë shansa mu zhvillu ma tutje. Edhe ti e njëni prej atyne kop shumë prej jepëve unë e ka dhe një kalë ma poshtë me SEED, Kreshni Kleshi, SEED e ka pas projektin bashkë me USAID për këtë programin Central East European Center for Enterprise and Entrepreneurship Development. Okay. Po, edhe e pa të bu programin kursare në koditore e pash një 4 aty thëke për program për ndërmarsi, kush dënë me marë, me mësu, edhe vendosa me shku. Edhe unë i kisha 500 euro rrogën, aja shujke 750 euro. Edhe i pa ta shujt e-mail, i pa ta thinë telefonik, me thonë, unë përdu me pagu vetë, a me ma bu me këste, edhe që ajo më pat ekspozu të për shembull ndërmarrës të ndryshëm, edhe për qëtyti dhe jam inspiru pak me bo të regon të se që ty për jetë parë e kom një të regimin e Ramis Kilmendit, qysh e ka bo
supermarketin që është dënë me që kompanin mi bo 1 miliard qarkullim e gjana tjera. Tani edhe kum pas fatin me u bo pjesë alumni i State Gov me programin Young Entrepreneurs Meeting US Business Environment, IVLP. Po, Avërdita Krasniqi u konë atëherë që na pat huk kështu, po mu dha mundësia me shku me pa prej afër Amerikën, me shku në 7-8 shtete, me vizitu zyrën e USAID-it, atë Ronald Reagan Building. Po, departamentin për Kosovë që ka qenë Zoe Tracy, ako më harun bje emnin së mujtuat, tani i na shku edhe në kongres edhe kërë kom po prej ofër që është funksionon në Amerika, që është bazume në iniciativa të komunitetit edhe shkën build-up atë. Më pëlqejke që ka arrit deri në pikë këto projekte të USAID-it me na instalu çat farë drive-in që na me çat entuziazmin që kena pas me po, edhe kjo faza për cilën nuk kena me folur që kjo pjesa e zhvillimit ekonomik, që atëherë e kum kuptu sa e rëndësishme është ky mindseti për sektorin privat, dhe unë edhe në komunikimet me politikanë, edhe me presidentin, edhe me kryeministrin, i thëmë, se dhja keni vrejt fjalimet e pushtetarëve amerikanë, gjithmonë falenderojnë ndërmars, i thojnë, të nanë të qysh nuk e ka bo, po USAID në faforme e ka theksu që E vërtet, USAID ka pas fokusin në sektorin privat, se është mindset amerikan që demokracia bazohet në shumëllojshmëri, edhe sektori privat luan rol të rëndësishëm në shumëllojshmëri. Kështu që është e vërtet, fokusi ato shkojnë reciprocikisht. Pa zhvillimi ekonomik, pa sundimin e ligjit dhe institucionet demokratike nuk mundet me funksionu. Për që ato gjithmonë fokusi ka qenë në të dy sektoret, edhe në economic growth, edhe në democracy. Ato iniciativat e komunitetit zakonisht nisën prej demokratizimit, më thonë iniciativa në bashkësi, drejtat e barabarta, drejta për mu shprej, me avoku, për me mri, mu zhvillu e më shku tutjet. Më thonë ato shkojnë si njëna simbiozjen, nuk mundë njëna pa tjetrën. Për që atë edhe gjithmonë USAID ka pas fokusin në sektor privat. Një sektor i zhvillun privat kërkon ma shumë përgjithësi prej sektori demokratizimit. Dhe më thonë, ata gjithmonë e kemi pas parasysh. Ti i ki pa, edhe në Kosovë jemi mundu mi repliku. USAID është mundu mi repliku, jepi ka qenë njëni për projekteve tilla, na kemi vazhdu prap me sektorin, me bashkëpunu me sektorin privat, kemi pas periuda kur projektet e demokratizimit, për shembull Advancing Kosovo Together të e përmeni, ka pas tri sektore, ka pas sektorin e bashkësisë, ka pas sektorin e shoqërisë civile, edhe sektorin privat. Do të thonë, gjithmonë jemi mundu me pas qatë holistic approach, qatë qasjet gjithëpërfshirëse, që kishim dash një shoqëri me qenë gjithëpërfshirëse, edhe projektet tona kanë pas qatë qasje. Se nuk mundet asnjë projekt joni nuk ka mujt me pas sukses në një drejtim. Do të thonë, nuk mundet me qenë në ajrë thot me mbjetu pa i pasë ndikimin e tjerëve. Njëjtë edhe projekti për drejtat pronësore, pak a shumë njëjtë. Na kemi fillu vonë, jemi kyqë në drejtat pronësore, mirë po kemi pas shumë sukses, sepse kemi bashkëpunu me institucionet e Kosovës në nënshkrimin e strategjisë për drejtat pronësore. Në anën tjetër kemi punu me komuna në draftimin udhëzuesve administrativ për drejtën prona. Kemi punu me shoqërinë civile, që me avoku, që njerëz me pas drejt barabartë në pronë, dhe më thonë edhe gratë, edhe femrat, edhe meshkujt, edhe gruaja dhe burri në një ambisni. Kështu që kjo ka qenë një qasje e holistike, kisha me thonë, ku kemi prek njëjtën temë në 3 sektoret ndryshme. Qashtot edhe me zhvillim ekonomik. Në edukim, a keni punu nëse? Kemi punu në edukim, fatkeqësisht jemi tërhek prej sektorit edukimit, se... Normal në shqiptarët i dina kejtë. Jo, jemi tërhek për shkak se
jemi duft fondet kanë qenë në zvogëlime sipër, kështu që ne jemi strategjikisht kemi mendu si USAID ku mundemi me bën ndryshim më të madh me çaq pak parë që i kemi. Çështë kur është që po ngushtohen fondet, a menesh në ide që kanë mundal krejt? Po, jemi kont përgatitur. Ne kemi ditë që USAID-i në periudhën e Trumpit ne për shembull, mantra e USAID-it ka qenë, ta them anglisht e ta përkthejmë asene. We are assisting for the need for to seize the need for assistance. Domethënë ka qenë puna jon ka qenë me mshël vetën. Që edhe kampanja jeme më e dashur në kohën në 2019-ën, atëherë kom punu me fugën, të një fugën. Kom punu me te. E kemi pas musafir, po, edhe motoja jon ka qenë Kosova, vendi im, udhëtimi jon. Do të thonë që Kosova me marë përgjegjësinë për zhvillimin e vet, na po ju ndihmojmë, po teki përgjegjësinë që me ardh puna që nëse pas nevojë, nëse pas nevojë për USAID. A kena ditë me marë përgjegjësi, a kena marë përgjegjësinë? Dikon kemi pas ngjecje, ti përmende ndryshimet politike, çfarë do ndryshim politik që ndodh, ka me pas pak ngjecje, derisa konstituohen institucione, derisa njerëz të marrin fillojnë ta bëjnë punën e vet. Gjithmonë ato ngjecje, çato ndryshime shkaktojnë ngjecje. Na kemi pas zgjedhje non-stop. Kemi pas zgjedhje non-stop, nëse kohëve të fundit kemi pas stagnim në zgjedhje, se kemi pas një qeveri që na ka vazhduar, ka përfundu mandatin e vet. Mirë, po pandemia pak na ka kthy mbrapa. Po në Kosovën si Kosovë dhe globalisht ndryshimet globale kanë pasur ndikim kudo. Çdo gjë, lufta në Ukrainë, kush kishton që lufta në Ukrainë ka me pas qatë shumë ndikim të madh në sektorin e energjisë dhe në sektorin në rritjet e çmimeve, në inflacionin në Kosovë. Kosovë USAID me energji është marrë, po? Me liberalizim. Jo, gjithmonë jemi marrë me energji, po ka qenë pak nuk e kemi promovu shumë punën tonë energji, se ka pas ngjecje politike aty shumë, për shkak të sektori energjisë ka psu ndikim më të madh për shkak të probleme me veriun. Po dhe edhe për që ato nuk kemi pas s'kemi pas story të suksesit një periudhë gjatë, edhe masin për me njëherë patëm story të suksesit edhe u vrejt që kemi pas ndikim sektorin energjisë, po, marisht azi kemi punu shumë në gjatë periudhës administratës Biden, kemi punu shumë në energjinë e rrimëkëmshme. Edhe jemi fokusu në atë energjinë e gjelbërt, kjo është ndikimi politik në punën e USAID-it. Edhe pse kemi qenë agencion federal, si USAID jemi duhet me ju përmbajt administratës prezente, kështu që secila administrata republikane gjithmonë ka prioritete tjera, ajo demokratike ka tjera, kështu që ne si USAID duhemi me qenë gjendje si resilient edhe si USAID që t'ju përputhemi aty në pikpamje politike. A ka ndodhur ju kopju projekte dikush kështu për donatorëve tjerë, se shpesh është një varbinje që veç po bën copy paste. Nuk mund me thonë kopje, po mund me thonë trendet zhvillimore, për shembull, për me njëherë gjithë kemi fillu në sektor të informimit të teknologjisë komunikimit. EU-ja, tash s'mundesh me thonë ka kopje, po disa donator vinë ma shumë planifikim i fondeve. Do me thonë, EU-ja gjithmonë shkon 2 vjet mrapa me grantet. Çka planifikohet tash, ato grantet fillojnë me funksionu 2 vjet prapa. Kështu që s'mundesh me thonë që është kopje se vjen ma vonë. Po. Ato në paralel ndodhin, mirë po për shkak të kanalizimit fondeve ndodhin ma vonë. Mirë po janë trende, digitalizimi ka kriju nevojë më të madhe dhe me çrast dikujt i dokën kopje, po në të vërtetë nuk janë kopje, është ti vetëm reagon ndaj nevojave të momentit. E përmendet që ju keni financu projekte prej këtushit, po a ka pas financime drejt për Washingtonit? Po, ka pas, këto në konë projekte cilat janë bo përmes granteve rajonale, edhe ka pas. ICK-ja ka qenë njëra prej atyne
ka qenë njëra prej, po më ka pas shumë, po ICK-ja se para se kalova rrugën për marrë këtu ka ICK-ja e ka ma rishtazin në kujtime, po ICK-ja ka qenë njëra prej bashkëpunimi i parë i ICK-s me USAID-in ka qenë përmes granteve rajonale. Pastaj kemi pas me National Geographic, Kosova është hy një në Western Balkans, ku edhe Kosova ka hy si njëra prej shteteve e cila është featured në National Geographic para një dekade, mirë po ka qenë e financuar drejt për drejt prej Washingtonit. Për çdo vikende na po kena foto me hiking tours. Plus ma rishtazim, una me përmend, ka qenë një traili i cili është bë prej maleve të Sharrit, ka vazhdu të poshtë në Shqipëri ka Peshkopia, derit në Ohër, ka qenë njëna, domethënë shënjimi i shtigjeve të këtyre shtigjeve përgjatë Sharrit, domethënë fillon prej Opojës, domethënë tamam përgjatë Sharrit e poshtë ka Peshkopia, nëse se gaboj, deri në Ohër, Strugen Ohër, Dibër, është bë prej fondeve të rajonit. Edhe Marishtazi ka qenë edhe një e cila s'po di është nënshkru, po nuk e di statusin tash se me thonë drejtën se s'po më kujtohet, po ka qenë marrëveshja që është bë me gjirafën, granti drejt për drejt prej DFCs, ka qenë po më dhejnë, edhe aty kanë shku fondet e USAID-it, mirë po është bë drejt për drejt prej Washingtonit. Po shumë projekte, Ka pas fatmirësi, ka pas shumë projekte, po ato që kanë projektet, iniciativat që kanë gjetë mënyra mu adaptu edhe me u zhvillu, domethënë se si në formë të avalanshit, si tortekot, kanë bjetu. Gjirafa është një, te përmende vetën me Young Entrepreneurs, me Hallakate, ICK-ja, Plot ka, po këto janë në sektorit teknologjisë, mirë po që për shembull Nistenishi, KTV-ja vazhdojnë me mbjetu, edhe pse kanë qenë ndër grantet e para të USAID-it. Edhe prodhues vendor ki AB ka qenë njërë për Bylmeti, domethënë kur kemi punu me drejt për drejt me bujqësi, Bylmetin unë e majnë mend, bile atëherë qatë kemi ditë na shkojnë teren unë edhe kisha me shu një historie të suksesit, në Pej ka qenë një ferm, edhe radio, se për në të gjoj radio, muzik klasike, muzik klasike, në ta po, tha, që aty kom mësu që krejt fermert aplikojnë muzik për kafsht, për mundi ma mirë, lopat, mundi ma qetë, thash, se pëlqen tash këtë muzik, tha jo, tha duhet mirë shumë lopë me muzik. Tha duhet mirë shumë lopë me muzik. Tash dalim edhe të Lara. Lopë me muzik që me qenë ma qeta edhe produkti është ma profitabil. Edhe lopën Lara. Lopa Lara ka qenë kampanja e parë e financume prej USAID-it për me ble produkte vendore. Njerëz kanë një kohë gjatë nuk kanë dashur me ble produkte vendore për shkak se jëm friksu. Çka po prodhohet, mirë po USAID pse ka punu me fermer vendor, i kemi besu, i kemi apliku standardet ndërkombëtare tek prodhues vendor, cilë kanë prodhu qumsht kualitativ, produkte qumshtit kualitativ, djath, kaçkavall, të kos, edhe Lopa Lara ka qenë ftyra e produkteve vendore atëherë, si në kampanjen që e kemi zhvillu me projektet USAID-it. Po du më këthy pak në profesion, do në këtë periudhë gjatë në pozitën e personit përgjes për komunikim, e ki pa transformimin digital, për para o dash me shkujt një komunikat, tani jo mja qitë një foto, jo mja vot, tani në fund dhejte TikTok-i, video reels së sene. Valion, unë kom fillu me USAID në 98-ën, po në 2001-ën e kom lëshu punën. Kom shku për studime master në Angli. Edhe kur u ktheva në 2002-ën, u shpall konkursi për Public Information Assistant atëherë. Edhe mas disa intervistave u pranova. Fillova punën prapë në prill 2003 si Public Information Assistant.
Unë kur kom fillu atë ditë punën, e kom pas kumtesën për shtyp. Edhe as aparat s'kom pas, mos flasim telefon. Masin e ma ble misioni, tha, çka ki nevoj, tash kom nevoj për aparat. Edhe kur jam dalë në teren, e kom pas kumtesat për shtyp, pregaditën e paraprakisht që m'ju dhonë gazetarëve, se një pjesë e gazetarëve as emaila s'kan pas atëherë, do të thonë një në teren, dhe kanë raportu me telefon, e kanë bo reportazhen, e kumtesën për shtyp i kom dhonë teren, edhe që ajo kon arma jeme vetme. Në ndërkohë, unë masaj kom marrë aparat, kom bo web training, për me menagju, Quark Express, për me menagju shtypin, do të me bo gazet, mas nejnë edhe web faqe, pastaj fillun mediat sociale, pastaj fillun YouTube, Facebook, YouTube, është mo komunikimi prej një njerit është zhvillun në komunikim për 4 persona. Se qaq komunikimi ka ndru, edhe kjo ma ka bo punën mu, se kur ta punon një punë me kohë gjatë, fillon edhe demotivohesh, mirë po qatë shumë është zhvillu puna e komunikimit, që mu nuk më kalon asi moment me dyshun punën teme, sepse gjdo herë diçka e re, gjdo herë diçka ma sfiduse, dhe ti u dushe me vazhdu, me mbjetu një fan mënyrë mirë, po edhe me investu, kështu që nuk e ka bo punën monotone, është zhvillu digital. A do dhe ke komunikimi me rajonin? Qysh po me ndalë me Korea? Po, për shembull Maqedonia, Serbia, se të na rinia më e madhe, përdorimi i internetit më i madh. Po, është e vërtet. Për shembull, Kosova me 1.9 milion banor, na si mision kemi pas ma shumë engagement në media sociale, se sa kolegët e mi që kanë pasën në Beograd, apo dhe në Sarajev. Për shkak se rinia jonë është kyç shumë ma shpejt në trende digitalizimit, ajo ka bodhe që engagement me mediat sociale të USAID-it me qenë ma i madhë se sa në rajon. Na jemi konë shumë për para. Kur ka i momenti që e kuptove që me punu me USAID për me zhvillu venin tënë, nuk është vishtë një punë e thjesht, po është një mision? S'po di cili ka qenë, s'muna me thonë që kam pas shumë. Ka pas shumë, se nevojat e vendit tonë jënë konë bazike, dhe më thonë fillim me njerë mas luftës, kur jemi ardhna, kur jemi këthy prej Shkupit, se unë kom qenë në Shkup atëherë, kur jemi këthy prej Shkupit, natë të nevojat kanë qenë qatë bazike që ti ke menu që nuk ka me pas fund. Edhe qajo ka qenë qaj momenti që i ki thonë është një periud afat gjatë, është një mision që nuk dija kemi me kryna në këtë lifetime. A u gëzëshe për të success stories, kur ishë? Po, ti mas shumë ti gëzohësh kur e shet dikën që e ki taku në të nëntën, si i, qëre, mësë harra dhe unë im kone reja atëherë. Edhe unë kom su për njerëzve. Unë kom su për njerëzve, bile në telefonatën e fundit që e patëm me ish drejtorat. Organizu një farë telefonate, kur mbyll misioni me ish drejtorat, ish kolegët, edhe ata njerëz kanë qenë mësu, do më thënë, kanë besu neve edhe të kanë mësu. Qashtot në kur t'ishe njerëz mas sa vjetë, për cilin ki shkrujt, kur ka qenë i ri dhe takon mas e shesoj sukses shumë, është bo që është momenti, që kemi bo na për këtë vend. Qaj momenti, na si USAID, na si punëtor të USAID-it, që atër eshe të arritunën tonë dhe për mes të arritunëve që ati njeri. Për shumë gjirafa, i CK-ja, ti ki punu me ta dhe si ti, kur ishe nalishe dhe në retrospektive, eshe qashtu të është. E frutomanin, për shumë, shkon jashtë eshe një produkt frutomanis. Eshe. Edhe thu, që pas na kemi bo që ta. Kështu që aty është që ajo që e shes të arritur. Kështë punu që të punë, qëfar puni tjetër kështë bo? E kemi nu në erë? Aktiviste për ambient, nëse si shakon që të punë. Po,
A keni punu me në ambient me USAID? Shumë pak kohëve të fundit. Kohëve të fundit. Kemi pas fillu, mirë po projekti filloi para 3 vjetë, kemi pas iniciativa cilat i kemi përkro përmes granteve, mirë po kur fillojnë pastrimet, Let's Do It Kosova ka pas fillu fillimisht, ne si misione patëm edhe mirë përkrohjen e menaxhmentit, edhe dolëm vet. Një ditë pune, drejtoresha tha, po, ta mundeni. Mos marrën punë, e keni me përkrohjen tëme, organizoni me pastru Kosovën. Kemi pas disa iniciativa, edhe jemi përgjegjë, edhe e kemi bo që ajo ka qenë taj kontributit që kemi vazhdu. Mirë po unë gjithmonë kam pas kam pas tendencë me bo diçka jashta që se bojnë tjertë, po kisha punu në ambient. A i konsideron që e punë stresuese me punu në komunikim? Po, ashtë. Qysh e menaxhon stresin? Me vrap. Gjithmonë kam vrapu në gjemir, po viteve të fundit e kom pa që pse edhe lidhna pakës me ambient, vrapimi me grup jashta në natyrë javlen mi ik stresit ditor. Këse trail run? Gërmia running. Gërmia running. Maratona mu? Po, edhe maratona. Shiko, kur vrapon gjithmonë njëjtën lokacion ka njëherë edhe është edhe demotivuese, kështu që nëse e inkorporon në maraton list me shku me ngajt në i ven? Kemi gjysmë maratonën e Parmës në 8 orë, po planifikojmë me grup, jemi regjistru si grup edhe qaj është në listë për momentin. Për ndryshe që është vendos dikush me vrapu? A e cakton kështu në kalendar, apo veç që është nga, se është një farë? është një farë sfide. Shiko, unë kom fillu me vrapu 2005 në 2006. Hajde, kom fillu me vrapu. Mirë po, kur jemi grup, është ma letë. Për shkak se edhe nëse ka një pritambre se ka momente kur do më zgjosh, për shembull dje, me shi, koha keqe, qejt rrugës. Qysh janë nis njeri me vrapu, mirë po, kur je me grup, tërhek ajo, se je pjesë e grupit, edhe dikush shkruan, apo dalim edhe hajt, edhe në qatë moment që veshësh, s'ka këthim rapa, e din mo që, edhe ka njëherë thu, pse bëlla me ndojsha me flejt, halo, kur kom mujt me vrapu për çdo ditë. Adin është moment, mirë, po me grup është ma letë me vrapu, gjithsesi. Do në ki mujtë me balansu këtu me punë? Po, zgjosh herët, para 6 dhe krym vrapin e mëngjesit, edhe ajo t'jep energji pozitive për ditë. Për ditën që për stresin e ditës, po. Komunikimi, unë mendoj që është njëra, politika është stresuese, mirë po dhe komunikimi është stresuese, sepse ti duhesh mi menaxhu përgjegjësisë ditore apo dhe gabime teknike. Për shembull, përmendte Samantha Powers, njëna prej problemeve gjatë vizitës saj është se dikush në Washington e ka postu ajo kem vizitën prej Serbisë ardhën në Kosovë, edhe unë alën me një fshat në Gjilan, ku ish plantazhe e frotumanisë. Edhe e kanë shkrujt kumtesën për shtyp, edhe kanë postu, edhe ju kanë referu fshatit Kravic, Gjilan, Serbia. Edhe mu më thrasin 4 mëngjesit. Qa me bo 4 mëngjesit, Washingtonin gjumë. As nuk disha kënë kontaktu në Washington, që në 4 mëngjesit, atje bjen 10 e natës. Nuk ka pas numër telefonit, që nuk e kemi thirë. Fatmirësisht, në 6:30 u adresu dikush u kthell, e ndrun, mirë po shpejt u shpërnda. Shpejt u shpërnda. Se dhe mos në rastin tonë. Dikush i Kosovës, më tha që se dikush i Kosovës më ka thirë. Unë se kom po, unë se kom postu, e ka postu dikush tjetër. Mirë po gabimet të ndodhin. Edhe kur jenë komunikim, ti duhesh mi adresu. Me menaxhu problemin, mos po bo ma i madh. Me menaxhu situatën. Po dhe, a throk panika jo? Po, ka momente kur nëse muna vetë me regullu, nëse më varet për me, jo.
A nëse mvana pi dikujt tjetër, atë nuk ka panika. Se nuk e din qysh mund, ka njerë që e nalin telefonin, për shembull, nuk e shohin të arsyeshme u përgjigjen telefon të punës, Mas orarit. mas orarit. Te e përgjigj? Po. Çaja ma ka shkaktu stresin më të madh punës. Jam përgjigj gjithmonë jashtë telefon. orarit. Shiko, është zgjedhje, mundesh me vendosë mos me u përgjigj. Mirë po, që kam ka ndodhë, nëse si jam përgjigj, më ka shkaktu ma shumë të lashe, ma vonë. Kështu që ka qenë zgjedhja jam me adresu problemin me njëherë, sepse nëse me një email, kur janë 20 veta, dikush ka mu përgjigj, edhe ka me ka me kriju ma shumë pyetje se sa përgjigje. Atëherë ma mirë, është zgjedhja jame ma mirë mu përgjigj, që me lehtësu krejt atë proces, se sa dikush mu përgjigj me pyetje, se ka njerë që kanë tendenca mu përgjigj me pyetje, veç me thonë që u përgjigja, e ju me adresu problemin, edhe masja me shkaktu amulli, me shkaktu ma shumë të lashe. Unë që të kom pas një moment me MCC-n, ka qenë një konferencë projekt, Dig Data projekti, fol presidenti aty video, fol kryeministri, bot eventi, promovohet këtë, edhe një media Ferizaj e merre bën ballin edhe e qet. Me part amerikanëve sponsorizohet presidenti, o zot, çfarë panike vëden. Në zyre, që emaili po vjen, që është kjo, si, thash foto e presidentit Kosovës, event publik. I aprovuan ne, po media të na, vëden. Po, ato nuk mundesh me ndalu, ato nuk mundesh. Nuk mundesh. Nuk mundesh, vetëm me zgjedh. Ka njerë për shembull na kemi pas momente kur kemi zgjedh mos me adresu heq. Se qatë moment që e adreson e bën edhe ma problem se që është. Po edhe shumë këtë kohë që po shpërndahet lajmi shpejt. Në kohë që shpërndahet lajmi shpejt edhe ma vështirë është. Edhe ma vështirë është me menaxhu se del lajmi, kështu që e bën zgjedhjen, lëshon i kumtes një deklarat, që kjo është valide, që kjo është edhe që kjo s'është, edhe qaq, ose vendos me veç me te kalu. Që se këshyri në retrospektiv, cili është the most underrated USAID project, që menon që u dasht me u bo ma e madhe dhe me ditë njerëz. Kështu që vish ka kalu pak si në hije. Unë e thash projektet që mas vështirë, që është projektet që punojnë në legislacion, është shumë vështirë në policy making, është shumë vështirë me i konkretizu. Edhe është procesi gjatë, njerëzit nuk e shohin rëndësinë, se të tonë nisën what's in it for me. Po nuk e shohin rëndësinë e aty në ndryshimeve të vogla. Kështu që projektet që kanë të bëjnë me legislacion, edhe në demokratizim, posaçërisht është shumë vështirë me i konkretizu. Përmende administratën tatimore. Me vitet tona na kemi punu në administratë tatimore. Tek kur administrata tatimore e arriti kulminacionin e vetë, që atëherë u ponë rezultatet. Po. Edhe që atër u bue letë, mirë po ato jënë punë dekatë, që të më thënë, themelimi i administratës tatimore është bo për USAID-it. Ka formu qeveria, mirë po na kemi pas bazat, regulacione. E me policia keni bo në isë? USAID nuk punon me policia. Dogon? As me dogon. Po. Jo, ne punojmë pjesën legislative, ekzekutive, ekonomike, demokratizim, po jo, ato asë në sigurim nuk punojmë, policia hinë pak asë në siguri, asë edhe në prokurori, edhe nuk kemi punu. Punojmë në sektorin e drejtësisë, po jo në prokurori. Jo në hetuesi. Po. E policia pak ka të bëjmë me hetuesi. Po, ka shumë projekte, dhe më thënë, tash nuk muna më kujtu gjitha, mirë, po këto që kanë pas të bëjmë me ndërtimin institucione, Ministrinë e Financave, Autoritetin Bankar Qendror, projektet e energjisë, për shembull, fillimisht projekti energjisë nuk është po ardhën shprehje për shkak se ka qenë shumë vështirë me konkretizu të arritunat. Dhe për ato kanë kalu, janë kry projektet edhe ti nuk i mujt mi ju referu, mi spjegu sa është rol ndikimi i USAID-it në
në jetën e qytetare për shkak kësaj. Për shembull, Kosova a ka pas kështu a say në çfarë projekte bëhet, për shembull ambasada Po, e jo në Washington. po. Në tash, sa që kemi fillu zhvillimin e strategjisë, prioritetet e qeverisë, prioritetet e institucioneve të Kosovës janë marrë parasysh. Do me thonë, kemi pas projekte cilat janë inicu me kërkesë të qeverisë, me kërkesë decisive, mirë po, Stakeholders. me kërkesë, kemi nevojë për gjëra të tilla, për shembull TLP-a ka qenë njëra prej tyre, Transformational Leadership Program. Kemi mungesë të kuadrave të rinë në udhëheqësi. Edhe USAID e ka inicu në bashkëpunim e ka inicu projektin i cili ka mundësu studimet e masterit për shumë të ri të Kosovarë në Amerikë. Që sot plot kanë pozita menaxheriale. Plot kanë pozita menaxheriale. Ajo ka qenë rezultati i kërkesës. JEP ka qenë rezultati i kërkesës institucioneve të Kosovës. Nuk kemi të ri cilët po hamenden, po saqësh në për qytetet vogla, ku mundësit janë ma të limitume për trit, për mu kyq. Se ti ki formu institucionet, një grupi madh i njerëzve janë him punë, ki pas biznese familjare, edhe për trit, o konë shumë vështirë mu kyq. Përveç Amerikanëve, ki bashkëpunu dhe me Angles, pa ka po? Po. Evening album. Anglest, po, kam bashkëpunu edhe muna me thonë që Evening, ambasada angleze dhe British Council atëherë janë të vetmit që kanë investu në mu pa kur farë këthimi mrapa. Dhe më thonë, ata kanë vendosë mu ma dhoni bursë me shku me studiu në Angli edhe mu këthy, e vetëmja kërkes ka qenë mu këthy në Kosovë edhe me vazhdu me punu në Kosovë. A kemi nu në erë më shku jashtë? Ndashta, jo me jetu, po jo, bile motra e vogël, halo e ka një nervoz me mu se notë kur për aton kemi pas mundësi si staf i ambasadës atëherë në Beograd, kemi pas mundësi me shku mi bo letrat me shku në Amerikë dhe unë e kom hezitu se prind kanë qenë në Kosovë. Po. Edhe veç ti se mu paskon, unë me pas pyt mu, unë isha shku. E vërtet. Që ke eksperienca? Në Anglin studima, eksperienca ka qenë fenomenale. Unë i kom kry studimet në Universitetin e Prishtinës në shkolla shtëpia. Po. As librat mjaftueshëm s'kemi pas, edhe e marr bursën në shkoj në Angli, edhe isha në konvikt atëherë, e zgjedha, pata 3 mundësi, e zgjedha njënin prej universiteteve, që më patë ndonë ofertë, dhe shkoj në javën e parë marrim reading list, edhe marr listën edhe shkoj krejt prej listës për qatë ligjerat, krejt librat i marr, më thonë 10 libra të ndryshëm kapitoj, veçantë, edhe një 2-3 javë që ashtu të fillova unë për brenda 4 jave, 5 jave, rash 6 kilogram, u pa pesh. Edhe zdi qka dhe, zdi pjedham, thash profesor, thash po i kom ledzu, tha jo, tha pse, tha i ki ledzu krejt. Thash po, thash, list ken, tha jo, në reading list, thash, tha unë ju jap opcione, cilin mi ledzu, s'ki në mi ledzu krejt. Unë të në të natën, që të i ledzu krejt, mi këthim bibliotekë, se s'mi jepshe ma shumë se ma gatë se 24 orë. E u dusha mi ledzu krejt që me mujtë mu pregadit për ligjerat, orën tjetër. Dhe më thonë që ajo ka qenë eksperienca që muna me thonë që kur nuk din, a kemi kry studimet në shkolla shtëpia, dhe shkoj me një universitet me renome, nuk disha qysh mja majtë, mora mi ledzu krejt. Po jo, ka qenë një eksperiencë unike dhe them është viti, unë kom fillu me punu e përmenda në moshën 15 vjeçare. Një 2 muj pa i bo 16 vjetë, unë kom fillu me punu. Edhe i vetëmja periud kohore, ku unë s'kom punu, u kon qaj vit në Angli sa kom qenë, edhe me të vërtet ka qenë vit fenomenal për mu si individ, kom kryu shoqni, kom përjetu jetën studentore me një vend mrekullueshëm, edhe kom kryu shoqni që halajëm kontakt me ta. Janë në Angli, janë në Turqi, janë në Bullgari, janë në Amerikë, kolegë, njëri punon në FBI, bile, prej kolegë që kemi studiu bashkë, edhe ka qenë njëri prej, për pas vitit kur jam bo non, që ka qenë viti mrekullueshëm, kjo viti tjetër që muna me thonë është një prej viteve më të mira të jetës teme. Që mjetë e pa punë? Që mjetë e pa punë atëherë.
Atëherë. E ky vit Tash Helens po e shijoj, ta shohim çka po sjell e ky vit. përmenet që e keni pas një ndjenje që po ndalë, po qysh reaguat kështu këtë vendimin me mshirë USAID-in? Ka qenë i frikshëm. Për shkak se mënyra qysh është ndërprej. Unë e përmenda ma herët, gjithë kemi qenë pregaditur që herë kur do USAID ka mi mbyll dyert në Kosovë. Qysh i ka mbyll dyert në Kroaci, në Malzi, në Bullgari, në Rumani, në shumë vende, domethënë kur shteti ka graduate, kur ka maturu periudhën edhe ka qenë shumë afër antarësimit në EU, domethënë si shtet është përgatit mos me pas nevojë për ndihmë zhvillimore, e ka mbri atë nivel të zhvillimit, edhe ne kemi ditë që Kosova po shkon aty në hapave. Unë kam thënë 2030 është viti i fundit që USAID ka më mbijetu në Kosovë, që ashtu ka mendu. Mirë po mënyra qysh ka ndodhë, ka qenë e frikshme. Jo sa vetëm për neve, si staf, mirë po për shkak të projekteve. Do të thonë, na kemi qenë USAID rreth 100 punësumë amerikanë dhe kosovar, po kemi pas projekte cilët sa kanë fillu. Kemi pas njerëz, kanë qenë premtime që janë dhënë njerëz që kanë shkruar kontratat e punësimit. Kemi pas përfitues që kanë shkruar kontratat e marrëveshjes për grante. Domethënë kemi pas përfitues cilët sektorit privat për shembull, cilët kanë investu, ka qenë pjesë e marrëveshjes me investu në biznes, si co-sharing, domethënë co-sponsorim, me çfarë investon një pjesë edhe kur të marrim rezultatet e investimit tonë, ne ta japim një investim shtytës. Edhe ajo është mbetën gjyst. Kemi pas njerëz që kanë marrë kredita afatgjatë për shkak se i është premtu kontrata 5 vjeçare punësimit. Domethënë ajo ka qenë e frikshme. Na jemi gjeneratë që prind na ka mbet pa punë në 10-tave. Edhe kemi vazhdu jetën, jeta vazhdon. Gjindemi, kemi eksperiencë, kemi punu, kemi eksperiencë, kush do me vazhdu me punu, do të ta gjenë mënyrën, kush do me vazhdu, mos me punu, juroj. A ishtë dasht me minuti kështë qeveri me shfrytzu këtë kapacitetin edhe këtë, që me thonë, bagazhin e juj, eksperiencën e juj me këto punë të drejt për drejta? Po, edhe kemi, ishte dasht, mirë, po për momentin s'kemi qeveri, edhe shumë vështirë me bo. Tash në sa di qeveria ushtrus, do të thonë për cilë se janë ushtrus detyren, nuk kanë drejt me marrë me premtu. Mirë po çka ndodh, po. Më e mira e këtyne është se e kësaj periudhe kur njerëz po flas për kolegët e mi në institucion, jo në projekte, se s'una me marrë barën për gjithë, mirë po për këta që kemi qenë mision të USAID-it, ne kemi qenë, ka pas investimet mëdha në trajnimet tona, kemi kolegë që kanë mbikëqyr kontrata multimilionshë, kanë eksperiencë në prokurim publik, kemi pas çdo vit trajnime etike, trajnime mbikëqyrit kontratave, marrëvajtje të kontratave, kështu që po presim tash nëse kur formohet qeveria, kur çka tek, varësisht kush i ka secili e ka mënyrën e vet mendimit apo plasimit funksionit. Ka prej tyre që janë gjind. Po tash secili vazhdon mënyrën e vet. Po dashna me shfrytzu edhe rasti masi e përmendën Chevening. Tash është konkursi i hapur për Chevening. Unë e përmenda që ka qenë eksperienca më e mirë e dyta përpas amësisë. I kisha lutrit kushdo që e ndërgjën këtë podcast, nëse ka mundësi me shfrytzu studimin, me apliku për Chevening, është mundësi unike për cilin do kosovar me i vazhdu studimet master në Angli. Kështu që... Po thu edhe me AI tash vynë shkolla? Edhe me AI, po. Edhe me AI. Se këtë i kryna me ChatGPT? Po vetëm s'dia ja vlen, se i krynti me ChatGPT, po sa është njohuri që e kiti. Unë besoj që ChatGPT-ja është mekanizëm që duhet mu shfrytzu, mirë po unë s'besoj në robotikën 100%.
besoj që njeriu duhet me zhvillu trunin deri në maksimum, se na fundja nuk e shfrytëzojmë trunin ton sa duhet. Kemi mundësi kapacitet edhe më shumë. Tash që s'ka USAID në Kosovë, cila është ajo vrima më e madhe që mbetet zbras, kjo pjesa e policy, punësimit, përkrajës sektorit privat, media freedom, ku peshe që ka me pas kështu? USAID është mundu mi mbulu, ka punu në gjitha sektorit është mundu mi mbulu disa prej mangësive, po sa i përket sektorit privat zhvillimit, po mendoj që Kosova kemi investu qatë shumë 25 vjetë, edhe plus diaspora është të investu mrapa, është të këthy mrapa. Mendoj që nuk ka me pas nevoj qaq të madhe. Dhe më thonë, s'ka me pas nevoj për USAID në këtë sektor. Në policy, ndashta. Policies, po sa që është në politikat për që kanë bëjnë me edukimin e populatës, kemi mangësi në për institucione, kemi mangësi në për shkollat, më thonë, vetë rezultatet e PISA-s, edhe pse USAID nuk është kyç drejt për drejt. Mirë po, USAID ka mujtë me ndihmu në politikat institucioneve për mi adresu. Ndoshta aty ishtë duft qeveria ardhme, kur do të reformon qeverin, mu fokusu pak ma shumë në edukim. What's next? Për mu, jam të e shiju pushimin. Më thash që 2013 ka qenë pushimi i fundit, cilin e kom shiju, për momentin jam të e shiju ende. E kom një Nokia djeta që një të herë, mos e të ka një iPhone, s'ka asë qase në internet, veç më lajmëru. Besa nuk është keq edhe Nokia, pak a shumë veç më lajmëru në telefon, edhe, po thamë drejt, kove të fundit asë nuk jem të ndëgju as debatet politike e as lajmet. Ku që fa luksi? Bash. Nuk kom qenë e vedishme sa kom pas nevoj dhe kom nevoj hala për qëtë pushim, për qëtë luks. Patë mirësisht, e kom qëtë periud kohore që muna mi ofru vetës edhe pak e ta shojmë atutje. Din të fandes shumë për kohën, na që shë thashtë në hymje, ideja ke me të regu këtë rukëtimin tënë në krejt të sfera, mu kriju për shtypja që USAID o koni farë qeverije në nhije, e cila i pas ka kry krejt këto, edhe një sens që po mendoj është që të që pjesa pyetja fundit what's next, po mdohet që duhet mi përvjen mongë na, se cili prej neve migra me vazhdu këtë zhvillim të shtetit. A ki ndër një mesazh për fund? Faleminderit për ftesën. 25 vjet kom harru, definitivisht kom harru dhe shumë çka me përmend, po është vështirë 25 vjet mi përmbledh me një bisedë shkurt. Është e vërtet, sa do me pas donator, s'po di sa më kisha mujtë më pajtu me faktin qeverinë në hije si USAID, USAID ka qenë partner i institucioneve të Kosovës, mirë po partneri është partner. Se cili prej neve kemi përgjegjësinë me kontribu në mënyra të ndryshme, për zhvillimin ton personal, zhvillimin ton profesional, edhe pse jo zhvillimin e vendit. Na jemi pjesë këtij vendi, kështu që me neve të zhvillu vetëm e zhvillojmë edhe vendin. E vërtet. Po që do thash si përshtypje se në secilën sferë ka një gjurmë që e ka bo edhe e kisha përshtypjen personale që dyqysh mbyllja e USAID-it kaloi pa u evidentu dhe pa u theksu se çfarë ndihme ka qenë dhe çka ka ideja pse kur e folëm me ardhi kur që ka qenë pranë aty edhe që ka komuniku këtë sukses edhe angazhim të popullit amerikan, agjencisë të popullit amerikan me fondet tyne edhe me i tregu që kanë pas ndikim edhe kanë mundësu mu zhvillu ky vend. E vërtet, USAID ka pas ndikim të madh në jetën e secilit kosovar, është edhe vërtet që nuk është diskutuar shumë për ndikimin që ka po mungesa USAID-it dhe ndikimi i saj në rrjedhat e zhvillimit të Kosovës të ardhme, është e vërtet që nuk është folur shumë. Rrethana politike, ndryshimet politike në Kosovë,
e kanë pengu, kanë qenë pengu se muna me thonë se çdo kush është marrë me themelimin e kuvendit, do të thonë tonë verën kemi prit themelimin e kuvendit, kemi pa njerëz kanë pas preokupime tjera, vëmendje tjetër ka dhe çfarë është edhe arsyeja. Si Gjakovac dhe shamu kërit për pak. Faleminderit shumë po poshtë, vërtet shumë pak kush e ka përmend mungesën e USAID-it, i ke qenë njëri prej atyre të pak dhe faleminderit prej te 25 vjet të investimit të taksapaguzëve të njëjtë taksapaguzëve amerikanë në Kosovë kanë qenë prezente. USAID ka qenë partner i Kosovës, edhe ma mërmenja që ne si Kosovarës kemi më korrit, kemi vazhdu me zhvillu vendin tonë edhe pa ndihmën e USAID-it. Po gjithsesi falenderoj ty edhe këtë kolegëve t'juj edhe amerikanë edhe lokal që kanë shku kështu se çu përmend gjatë podcast ka qenë extra mile që dosh me shku me shtyni punë edhe ka qenë kështu ndihmë e jashtëzakonshme, sidomos për policy me update edhe me approach të farfrymën e mindset amerikan, që është tepër e rëndësishme për zhvillimin ton, edhe me ndikun që ato. Kështu që faleminderit. Për fund a ki diçka me thonë që ndoshta s'pyeta ose s'thash ose të më të zheg me thonë. Ja, po më duket imbulova krejt. Kemi folë kështu friendly shumë. Ja, faleminderit shumë. Po më imbulova krejt. Si, kemi një popull, kosovarët e dojnë Kosovën, politika nashta nuk është për shtatshmëri me nevojat e secilit, mirë po mesazhi jonë është na duhet me investu në vendin tonë. Unë e kom pa për amerikanëve, pa marrë parasysh kush është përfaqësues politik i tyre, ata respektojnë institucionin. Edhe është obligimi secilit prej neve me respektu institucionin, kushdo që udhëheq institucionin. E shoh që njerëz janë të frustruar me mos ndryshimet, me ngecjet, është e drejtë e secilit mu shpreh, mirë po nëse na nuk i respektojmë institucionet tona, kush kam i respektu për neve? E vërtet. Kështu që është obligim që ashtu ndërtohet shteti. Po them, unë kam mësuar shumë për amerikanëve që duhet me respektu shtetin tanë, edhe flamurin tanë, pa marrë parasysh qysh është, edhe ju mundu ku do në punën teme me bëhet njëjtën gjë. Pa marrë parasysh që nuk jam të kuptimet politike kujdon për institucionet tona nuk përputhen me të mijat, mirë po është vendi jam, është përfaqësuesi jam, i zgjedhur nga shumica, edhe duhet më pajtu. Po shumë mirë e thone. Po dhe, pa i gro vetë. Nëse donë me ndryshu, duhet me mundu vetë me ndryshu. Ama për të mirë. Jo me dëmtu. Jo me prish që u. Nëse s'mundesh me ndihmu, mos e prish. Si unë përshon një energji trete gjënohet e reja, se mos ta që kanë linë mas lufte, nuk i kanë do farë preokupime, do farë trauma që i kena posna. E vërtet është. E kanë kështu një farë laser fokus, pa den pedim pak ma mirë se na që se këna di se na dhe qysh këna hec, qysh them, ec me kohën, edhe jemi adaptu. Këta veç e din, apo dhe në përshamë veç e kam pak ma të kjartë, se ku po dojnë dhe qka po dojnë, se po kanë eksperienca tjera. Jemi adaptu. Po dhe se e the shumë mirë, do nuk mundu me përmledh me një podcast, këtë rukëtem, ishdo është më vonë epizoda një, 2, 3, 4, 5. Jo, është rukëtem, unë jam rrit me USAID-in. Unë kom fillu me 23 vjet me punu një USAID edhe është jeta jeme ka qenë të mirat e të këqijat personale, profesionale, kom kalu në për qatë atmosferë të puna. Dina, njerë faleminderit shumë për kohën edhe për tregimin që ndove me neve. Faleminderit për mundësinë edhe faleminderit edhe ty për ftesën.